Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes. Gara për postin e prokurorit përgjithshëm është mbyllur zyrtarisht, ndërsa nga kjo e hënë KLP-ja nis verifikimit pasi të kontrollohen nëse ka dosje tjera të mbritura me post. Prokurorët Adnan Xholi, Rovena Zoto, Ylli Pjetërnikaj dhe Fationa Memçaj gjatë muajit gusht do t'i nënshtrohen vettingut. Maliqi dhe Selenica ishin dy bashkitë e radhës që protestuan kundër shkrirjes tyre sipas hartës së re territoriale të propozuar nga Partia Socialiste, reagoi kryeministri Rama, që tha se reforma do të jetë në konsultim 60 ditor dhe se të gjithë do të dëgjohen para se të votohen në parlament. Ai konsideroi si akt të turpshëm djegjen e teserave të Partisë Socialiste. Mundësia e hapjes së një konsulate të Serbisë në Shkodër shkaktoi debate, por dhe protesta në këtë qytet. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxhaj deklaroi se nuk cënohet sovraniteti i Shqipërisë. Në intervistën për Top Channel ai tha se kjo mundson ngritjen e një konsulate shqiptare në Bujanoc dhe ky do të ishte një hap për shqiptarët në luginën e Preshevës. Gara për postin e prokurorit përgjithshëm është mbyllur zyrtarisht, ndërsa nga kjo e hënë KLP-ja nis verifikimin pasi të kontrollohen nëse ka dosje të tjera të mbritura me post. Prokurorët Adnan Xholi, Rovena Zoto, Ylli Pjetërnikaj dhe Fationa Memçaj gjatë muajit gusht do t'i nënshtrohen vettingut. Nga mbyllja e garës për prokuror të përgjithshëm gjatë ditës së kaluar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka në dispozicion 45 ditë që të verifikoj kandidaturat e pretendentëve që kanë shprehur interes, duke dorëzuar dokumentat dhe jetëshkrimin e tyre pranë qeverisë së akuzës. Data 1 gusht deri në orën 24 ishte afati fundit për pretendentët që synojnë të marrin drejtimin e prokurorisë së përgjithshme për 7 vitet në vijim, dhe nga ky e diel nis numërimi i afatit për KLP-n dhe Komisionin Përgjegjës të Emërimeve që të shikojë dokumentacionin, teksa në rrugë elektronike por edhe fizikisht. Deri në 1 gusht thuhet për Top Channel se dorëzuan jetëshkrimin dhe shprehën interes 4 prokuror, mes tyre prokurori i SPAK Adnan Xholi, prokurori e kryeqytetit Rovena Zoto dhe prokurorët Ylli Pjetërnikaj dhe Fationa Memçaj, ndërsa pritet të konfirmohet nëse konkurrentë të tjerë kanë përcjell apo jo dosje personale me post në momentet e fundit. Mes emrave të përfolur ka qenë edhe ai ish prokurore së përgjithshme të përkohshme zonjës Arta Marku, por edhe emri ish prokurore së krimeve të rënda zonja Pranvera Pusina, për të cilat do të vërtetohet të hënën, nëse kanë shfrytzuar apo jo postën gjatë orëve të fundit. Teksa njerëzit e drejtësisë kanë nisur pushimet, Komisioni i Karrierës në KLP duhet i përcjellë brenda gushtit institucioneve si LDKPI kërkesa për verifikim pasurie dhe organeve të administratës tatimore, doganore, byros kombëtare të hetimit, shërbimeve shtetërore informative, autoritetit për informim mbi dokumentat e ish-sigurimit të shtetit dhe çdo organi disiplinor që ka mbikëqyrur disiplinën në marrëdhëniet e punës së kandidatëve. Vetëm pasi të përfundoj ky vetting ndaj kandidatëve, vendoset që emrat që plotësojnë kushtet të thirrjen në seancë dëgjimore. Gara për prokuror të përgjithshëm u hap nga KLP, mbasi në muajin dhjetor i përfundon mandati i prokurorit të përgjithshëm, zotit Olsian Çela. Ky është Top Channel. Në Maliq u protestua kundër shkrirjes së kësaj bashkie me Korçën. Banorët thonë se nëse një gjë e tillë do të ndodhë, do të marrin më pak shërbime, do të ketë rënje të aktivitetit ekonomik, por dhe shpopullim. Banorë të Maliqit dhe zonave përreth, punonjës të administratës, këshilltarë dhe përfaqësues të bizneseve protestuan këtë të diel para godinës së Bashkisë Maliq kundër projektit të reformës së re territoriale, e cila parashikon bashkimin e saj me Bashkinë e Korçës. Duke kundërshtuar ndryshimin e hartës administrative, protestuesit thanë se një vendim i tillë do të sjellë aneksimin e kësaj zone, çka do të reflektohet në mungesë shërbimesh, rënje të aktivitetit ekonomik dhe shpopullim. Duke shprehur zgënjim, ata u kanë bërë thirrje deputetëve të mos votojnë këtë ndryshim në parlament. Bashkia këtu ku është, mua më ka pëlqyer të rri këtu ku është. Bashkinë e Maliqit ta ruajnë me fanatizëm dhe ta zhvillojnë, jo ta shkrejnë, sepse Bashkia e Maliqit dhe gjithë bashkitë e tjera të Shqipërisë nuk janë ndërmarrje dhe falimentojnë, po janë institucione që i shkojnë shërbim qytetarëve. Luftoni që mos mbyllet për arsye sepse do kthehet Maliqi si fshati Kolanej. Sa kaq, Këshilli Bashkiak ka thirrur një mbledhje jashtëradhe për të zyrtarizuar qëndrimin kundër shkrirjes së Bashkisë Maliq për t'ia dërguar më tej parlamentit. Shqyrtimi dhe miratimi i qëndrimit zyrtar të Këshillit Bashkiak Maliq kundër propozimit për bashkimin
e Bashkisë Maliq me Bashkinë Korç për ruajtjen e Bashkisë Maliq si njësi më vete e vetë qeverisjes vendore. Banorët kërkuan që propozimi për bashkimin e Bashkisë Maliq me Korçën të rishikohet dhe u bën thirrje deputetëve të qarkut të Korçës që të mos mbështesin në parlament asnjë nismë që çon në shkrirjen e Bashkisë Maliq. Edhe Bashkia e Selenicës refuzon të bashkohet me Vlorën. Banorët protestuan për të dytën ditë me radhë kundër miratimit të hartës së re territoriale. Në Selenicë është protestuar për të dytën ditë me radhë kundër shkrirjes së kësaj bashkie me Vlorën. Qindra qytetarë u mblodhen te monumenti i Drashovicës për të kundërshtuar çdo vendim që parashikon bashkimin apo shkrirjen e bashkisë në kuadër të reformës së re territoriale. Me thirrje si Selenica nuk mbyllet dhe larg duart nga Selenica, protestuesit kërkuan që bashkia e Selenicës të vijojë të funksionojë si njësi më vete, duke argumentuar se mbyllja e saj do të dëmtonte shërbimet për qytetarët dhe zhvillimin e zonës. U bë një reformë e madhe drastike në 2014, në gjë që ne kundërshtuam. Atë reformë, po, absolutisht ngeli dhe unë them që inshallah ngelet kjo bashki dhe nëse neve do të dim të bashkohemi, të ngrejmë zërin fond, kundër padrejtësie. Në protest morën pjesë edhe përfaqësues dhe anëtar të Partisë Demokratike, të cilët shprehen mbështetje për kërkesat e banorëve. Në përfundim të protestës, banorët e fshatrave të Bashkisë së Selenicës dorëzuan firmat e mbledhura për një peticion, përmes të cilit kërkojnë zyrtarisht që Selenica të mos përfshihet në procesin e shkrirjes dhe të ruajë statusin e saj si bashki. Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestave të disa prej bashkive që nuk do të ekzistojnë më nëse miratohet harta e re territoriale propozuar nga Partia Socialiste. Ai tha se reforma do të jetë në konsultim 6 ditor dhe se të gjithë do të dëgjohen para se të votohet në parlament, por i konsideroi si akt të turpshëm djegjen e testerave të Partisë Socialiste. Kryeministri Edi Rama i ka cilësuar të mirëseardhura kritikat dhe protestat që kanë shoqëruar propozimin për reformën e re administrativo-territoriale, por e quan akt të turpshëm djegjen e testerave të Partisë Socialiste, për aq kohë sa vendimin final për hartën territoriale e merr parlamenti, pasi të shqyrtoi të gjitha opinionet dhe kritikat, siç thotë Rama. Vazhdon qarja e hallit të kalorësit se po i varen këmbët, së fundi edhe me një agjitim të madh nga vajtojt e vajtojcat, pse tani më po protestohet edhe brenda PS dhe kjo qenë ka një shenjë tmerrësisht e keqe për regjimin. Në fakt jo, përjashto aktin e turshëm të djegjes së tesarave të PS-s në një rast, nga disa individ që as vetë kanë ditur tamam çka kanë bërë apo ndonjë rast kur deputetët tanë kanë bërë tributin e vigjilisë pa ditur tamam çfarë thonë. Gjithçka tjetër është jo vetëm normale, po edhe mirëseardhur. Dokumenti i reformës së propozuar është pikërisht në fazën e vet të konsultimit publik ligjor për 60 ditësh dhe kjo fazë do të thotë pikërisht burim gjithkush të shprehet lirisht për propozimin. Kryeministri shton se dokumenti i reformës territoriale është në fazën e vet të konsultimit publik prej 60 ditësh dhe sipas tij gjithsekush ka të drejtë të shprehë mendimin e tij. As në Shqipëri nuk ka regjim, as në PS nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë vendim për të shkruajuar askënd që të shprehë opinionin e vet për këtë reformë, për të cilën sigurisht do të vendos parlamenti, por deri atëherë të gjithë do të dëgjohen, përfshirë edhe bashkitë që mund të duan të integrojnë tek vetja bashkime të vogla që në propozimin aktual mbeten siç janë. Nga ana tjetër të gjithë do të informohen shumë më tepër përgjatë këtyre 60 ditëve lidhur me arsyet logjike të propozimeve, ku nuk ka pasur si do merren parasysh reputacioni i zonës bashkiake që nga koha e antikitetit, numri të rënëve në luftrat e 2000 vjetëve të fundit, apo të tjera të dhëna gojdhana të kësaj natyre, të cilat kanë qenë dhe s'mund të jenë fare argumenta në këtë debat. Duke ju referuar ligjit, Rama tha se kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiak duhet të paraqesin me shkrim qëndrimet e tyre për hartën e re territoriale. Në Tiranë u protestua sërish në ditën e 64. Kërkesat e protestuesve ishin të njëjta dhe nisnin nga dorëheqja e qeverisë. Me këto thirrje nga sheshi përpara kryeministrisë në ditën e 64 të protestave, u kërkua sërish dorëheqja e qeverisë. Ne jemi këtu për 64 ditë, çdo ditë pa ndalim dhe siç duket Edi Rama e ka kuptuar se nuk ka rrugë tjetër përveç dorëheqjes së tij. Protestuesit thanë se nuk do të rriqeshin nga kërkesat e tyre, që nisin me largimin e kryeministrit. Ne nuk do të ndalemi para asnjë presioni, nuk do të joshemi
para asnjë oferte, derisa ta shkuni me rënje Edi Rama dhe qeverinë e tij. Dhe të gjithë ne që jemi këtu e dim që bashkit nuk janë thjesht harta, nuk janë thjesht vija, dhe se qytetarët e vërtet janë ato që vuajnë në përbashki. Në fjalimet e mbajtura gjatë protestës, pjesëmarrësit ngritën gjithashtu shqetësime për pensionet, rritjen e çmimeve, koston e jetesës, korrupsionin, reformën administrativo-territoriale, investimet publike dhe funksionimin e institucioneve të drejtësisë. Momenti më kulminant i kësaj dite ishte ai kur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestuesit vendosën një emërtim të ri, duke e cilësuar bulevardi i shpresës. Mundësia e hapjes së një konsulate të Serbisë në Shkodër shkaktoi debate, por dhe protesta në këtë qytet. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha deklaroi se kjo nuk cënon sovranitetin e Shqipërisë. Në një intervistë për Top Channel, ai tha se kjo mundson ngritjen e një konsulate shqiptare në Bujanoc dhe ky do të ishte një hap për shqiptarët në luginën e Preshevës. Një grup qytetarësh protestuan këtë të diel në qendër të Shkodrës duke shprehur kundërshtimin për krijimin e një konsullate serbe në qytet. Protestuesit marshuan në rrugët e Shkodrës me pankarta dhe flamuj kombëtar, ndërsa gjatë fjalimeve deklaruan se hapja e një konsullate serbe në Shkodër është e papranueshme. Vëllezër dhe motra, ne po jetojmë një periudhë për mendimin tim të artë, të injëzimi kombëtar. Të protestave kombëtare. Kjo është shenja para asaj që as kërkush të fundet me paragjiku, sepse në të vërtet çdo shqiptar ka shpresu për më të mirën të besu te dikush që ka fol në termat e atetarisë apo diçka tjetër që për të mirën e Shqipërisë dhe në fund ka dalë i zhgënjym. Sipas tyre, qyteti nuk ka asnjë lidhje historike, ekonomike apo diplomatike që të justifikojë praninë e një konsullate serbe. Ata argumentuan gjithashtu se kjo është e papranueshme, edhe për shkak të krimeve të kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë, duke theksuar se mijëra shqiptar u vranë dhe u masakruan gjatë konfliktit. Më herët, në një intervistë për Top Channel, ministri i punëve të jashtme Ferit Hoxha tha se hapja e konsullatës serbe në Shkodër nuk rrezikon sovranitetin e Shqipërisë. Pa u tërhequr nga kjo iniciativë diplomatike, ai tha se asnjë shtet nuk do të lejonte një prani diplomatike që cënon e kërcënon interesat e vendit të tij. Kërkesa e Shqipërisë për një përfaqësim në Bujanoc ka qenë një objektiv i hershëm i politikës së jashtme. Për ministrin Hoxha, ky angazhim me Serbinë nuk e ndryshon kurse qëndrimin dhe mbështetjen ndaj Kosovës. Angazhimi diplomatik me Serbinë nuk nënkupton asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethant pandjeshmëri ndaj Kosovës, aq më pak relativizim të politikës së Beogradit ndaj saj. Qëndrimi i Shqipërisë për pavarësinë, sovranitetin, integritetin territorial, mëvetësinë dhe zhvillimin, si dhe perspektivën euroatlantike të Kosovës dhe mbështetjen e pakursyer të shtetit shqiptar, ka qenë dhe mbetet i qartë, i qëndrueshëm dhe i pandryshueshëm. Debati sipas ministrit të jashtëm është zhvilluar në mënyrë absurde në emër të interesave të supozuara të Serbisë, sesa të interesave konkrete të shqiptarëve. Kushdo që pretendon se Shqipëria duhet hap konsullatën e saj në Serbi, por pa pranuar që Serbia të ketë të njëjtën mundësi në Shqipëri, nuk propozon një zgjidhje reale dhe flet në hava. Një qasje tillë mund të tingëllojë patriotike në rrjetet sociale, por nuk prodhon asnjë rezultat konkret për shqiptarët e luginës. Në rastin më të mirë, ajo dëshmon një mosnjohje të thellë të mënyrës se si funksionojnë diplomacia dhe marrëdhëniet ndërmjet shteteve. Në rastin më të keq, ajo është një përpjekje e vetëdijshme për të penguar një objektiv që i shërben drejt për drejt interesit kombëtar. Një 49 vjeçar humbi jetën në plazhin e Pishporos në Fier, pasi dyshohet se pësoi arrest kardiak sapo hyri në det. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të mjekëve, 49 vjeçari humbi jetën në spital. Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë mbrëmje në plazhin e Pishporos në Fier, ku një 49 vjeçar ka humbur jetën. Viktima është tetasi Durim Dogani, 49 vjeç, dhe sipas informacionit paraprak, ai dyshohet se ka pësuar një arrest kardiak, menjëherë pasi ka hyrë në det. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë ambulanca dhe shërbimet e policisë. 49 vjeçari është transportuar me shenja jete drejt spitalit rajonal të Fierit, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai ka ndërruar jetë pa kohë më vonë. Policia po vijon veprimet procedurale për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
ndërsa shkaku paraprak dyshohet të ketë qenë një arrest kardiak. Mbrëmjen e sotme, persona të pa identifikuar që luan me armë zjarri nga një jahtë në det në zonën përballë Palasës. Me njerë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kufitare dhe të njësisë policore detare u vënë ndjekje të jahtit. Në operacion u përfshin dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe shërbimet e komisariatit policisë së Himarës dhe të stacionit policisë së Dërmiu, të cilat kryen kontrole nga toka për gjatë vijës bregdetare. Pak orë pas ndjekjes së mjetit lundrues nga toka dhe deti, jahti u bllokua pranë plazhit Livadit. Në operacion u përfshin dhe Delta Force dhe po shoqërojnë jahtin drejt Porto Palermos tani. Një aksidenti frikshëm ajror u regjistrua në Megara, një prej zonave më të prekura nga zjarret në perëndim të Athinës. 2 helikopter u përplasën me njëri tjetrin në momentin kur po hidhnin ujë nga përplasja, humbën jetën 2 pilotë. Ky është momenti tragjik kur 2 helikopterë që punonin për të shuar zjarret në zonën e Megaras në perëndim të Athinës në Greqi u përplasën. Njëri prej tyre shpërtheu në flak, duke u marrë jetën 2 pilotëve, ndërsa ekuipazhi i helikopterit tjetër shpëtoi me lëndime. Viktimat e këtij aksidenti tragjik janë një pilot danez dhe një oficer ndërlidhës grek i shërbimit zjarfikës, një pilot britanik dhe një oficer koordinues grek që ndodheshin në helikopterin e dytë, mbijetuan me lëndime të lehta. Ata arritën të komunikonin me njëherë me urgjencën duke orientuar ekipet e kërkim shpëtimit. Pamje tregojnë momentin kur 2 helikopterët Bell, të cilët ishin marrë me qera për operacionet, kryqëzojnë rrugët në lartësi të ulët. Helika kryesore e njërit prej helikopterëve godet pjesën e poshtme të tjetrit, i cili shpërthen menjëherë në flak dhe rrëzohet në një humner. Pas këtij incidenti të rënd, shërbimi zjarfikës grek ka urdhëruar uljen e menjëhershme në tokë dhe pezullimin e fluturimeve për të gjithë helikopterët e tipit Bell që po operonin në zonë. Zjarre masive kanë përfshirë përgjatë kësaj jave pjesë të mëdha të Greqisë, duke u përqendruar kryesisht në Psatha, në perëndim të Athinës, ku raportohet edhe vatra më e madhe aktive gjatë 24 orëve të fundit. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi se kushtet ekstreme të motit dhe erërat e forta kanë krijuar një situatë jashtëzakonisht të vështirë, duke pamundsuar në disa raste edhe ndërhyrjen nga ajri të avionëve zjarfikës për shkak të turbulencave të rrezikshme. Përveç zjarreve në afërsi të Athinës, zjarre të tjera ka edhe në Patras, Gjiri i Korintit dhe në ishullin Kefalonia. Në Agios Vesileios, qindra banor dhe rreth 500 turistë mbetën të bllokuar dhe u evakuuan me urgjencë nga kjo zonë bregdetare në Greqinë qendrore. Flakët kanë prekur gjithashtu zona në Kret, Paros, Andros dhe Kalymnos. Zjarret frikshme kanë përfshirë dhe Washingtonin në Shtetet e Bashkuara. 600 shtëpi dhe struktura janë shkrumbuar. Mijëra banor janë detyruar të evakuohen, ndërsa në vend është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Zjarre masive kanë shkatëruar qindra shtëpi në Spokane në Washington, duke shkaktuar evakuime masive në atë që po cilësohet si një nga fatkeqësitë më të rënda natyrore në historinë e qytetit. Guvernatori i shtetit të Washingtonit, Bob Ferguson, ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, duke theksuar se rajoni po përballet me vitin e 4 të radhazit të zjarreve, të shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Zyrtarët lokal vlerësojnë se të paktën 600 struktura dhe shtëpi janë shkatëruar plotësisht ose janë dëmtuar rënd nga flakët. Zjarri më i madh ka përceu lumin Spokane dhe hyri me shpejtësi brenda kufive të qytetit, i ndihmuar nga erërat e forta dhe temperaturat e larta. 3 zjarre aktive kanë shkrumbuar deri më tani një sipërfaqe totale prej 5390 hektarësh. Autoritetet lëshuan urdhrin e nivelit më të lartë të evakuimit ik tani për mijëra banor. Garda kombëtare e Washingtonit është mobilizuar me urgjencë, ndërsa një qendër strehimi është hapur në qendrën e konventave në Spokane. Deri më tani, zyrtarët e qytetit nuk kanë raportuar për viktima apo persona të lënduar, ndërsa mijëra banor kanë mbetur pa energji elektrike. Shërbimi kombëtar i motit ka lëshuar sa kaq një paralajmërim të kuq për një situatë veçanërisht të rrezikshme për shkak të rrezikut të ekstrem të motit të thatë në të gjithë Washingtonin lindor. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët natën e mirë.